Rregullores Kuvendit, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ka kërkuar që në seancën plenare të datës 16/4/2026 të mbahet 1 minutë heshtje solemne në nderim të kujtimit të ish kongresmenit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Eliot Engel, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë. Në respekt të rregullores, kryetarët e grupeve parlamentare, jeni dakord që minuta heshtjes të mbahet menjëherë? Kryetarët e grupeve parlamentare? Dakord. Eliot Engel ishte një mik i madh i shqiptarëve dhe mbështetës i palëkundur i çështjes sonë kombëtare. Kontributi i tij në forcimin e marrëdhënieve shqiptar-amerikane do të mbetet i paharuar. Në shenjë respekti dhe nderimi për jetën dhe veprën e tij, ju ftoj të ngrihemi dhe të mbajmë 1 minutë heshtje. I paharuar qoftë kujtimi i tij. Vjoj me seancën plenare në bazë të neni 30 të rregullores. Ju bëj të njohur rendin e ditës për seancën e sotme.